pra kryesi përpara, këshill kombëtar dhe nëse nevojitet kuvend kombëtar, pra e tillë është piramida, dhe merren vendimet përkatëse dhe duke ditur kohët e reagimit të këtyre punëve, kjo besoj që do jetë diku afër vjeshtës. Jo afër vjesht, por në vjesht. Mendoj unë që do jetë kjo kohë. Dhe riformatimi patjetër që nevojitet. Pra, analiza duhet në çdo rast, edhe nëse fiton. Analiza duhet në çdo rast, sepse edhe kur fiton, ka disa njerëz që kanë punuar më pak, e disa njerëz që kanë punuar shumë, gjithmonë ndodh kjo. Po kur humb, patjetër që duhet bërë. Çfarë do lloj kushtesh që qofshin. Dhe a mund të ishte bërë më mirë? Kjo është e pyetja. Pra, a mund të bënim më mirë? Po, patjetër që mund të bënim më mirë. S'ka asnjë diskutim. Mjafton dalim dhe të pyesim njerëz. Pra, po u shkopute nga terreni, po u shkopute nga ajo që unë quaj demokracia drejt për drejt, demokraci nga poshtë lart, patjetër që mund të bësh gabime, se nuk e fort i qartë se ku qëndron dhe çfarë nevojash ka terreni dhe si do të përfaqësohet. Dhe si rrjedhoi automatikisht ka privilegjin përkatës kryesia e Partisë Demokratike, e kam thënë këtë që në fillim, njëkohësisht ka dhe përgjegjësinë për marrjen e vendimeve që bën. Pra, nëse merr vendime të mira, duart trokitet, i themi bravo. Nëse s'ka marrë vendime të mira, automatikisht i kërkojmë përgjegjësi përkatëse. Por në çfarë shkallë vjen formatimi? Pra, riformimi, ti vëmë një emër si ta doni ribërja, rifreskimi, hapja, çfarë do lloj termi ti vendosim, unë nuk mendoj që këto kohë do ndodhin dot përpara vjeshtës. Keni pasur ju komunikim me zotin Berisha që patjetër. Pas 11 majit, ndoshta një, po themi urim për rezultatin që keni marrë, se di. Po, patjetër. Kemi komunikuar qoftë me rrugë telefonike, qoftë me rrugë personale ballë për ballë. Çfarë ju ka thënë? Apo thjesht urim? Shifrat flasin vetë. Un kam qejf të komunikoj, ju thash, unë nuk jam tip emocional. Nuk kam qenë për shumë kohë, kështu që nuk un komunikoj përmes votës. Ky është komunikimi im kryesor. Pra, mbështetja nga njerëzit është kuantifikohet përmes votës. Këtë proces kemi, këtë sistem kemi, ne nuk është se kemi sondazhe me radhë, kemi votën. Po patjetër, ju keni dëgjuar vetë doktor Berishën ka dhënë deklarata personale, mediatike dhe është shprehur shumë qartë, kështu që tash nuk do flasun për veten. Po në finalizimin e numërimit votave nuk më dhe një përgjigje me Jorita Tabakun. Kush ishte pyetja? Po, të pyeta çfarë shkëmbyhet me njëri tjetrin. Njëri e mori mandatin, njëri se mori. A nuk keni kontaktuar pas rezultatit? Okej. Se në fakt më duket sikur s'po marr përgjigjen këtu, si nuk keni kontaktuar se kërcet pak. Çfarë çudie ka këtu? Domethënë as e ke uruar as të ka thënë gjë. Ne kemi folur në telefon për të rënë dakord për këtë intervistë kur dhe ku apo jo. Ky është të kontaktosh përmes mesazhit apo telefonatës, kjo gjë s'ka ndodhur. Okej, në rregull. Tani nuk e di sa më i qartë se kaq. Jo, në rregull, s'keni komunikuar, në rregull, se menduam dy njerëzit më të votuar mund të jenë me një qasje tjetër, domethënë. Po besoj ju e keni të qartë rrugtimin politik timin dhe zonjës Tabaku, cilët nuk është se erdhën nga një pikë dhe shkuam dhe garuam bashkë, po ka qenë konvergent. Pra, ajo është nisur nga një drejtim tjetër, unë jam nisur nga një drejtim tjetër. Dhe kemi konverguar që kemi shkuar aty pak a shumë kokë me votat, po kjo do të thotë që ka qenë udhëtim i përbashkët. Pas këtij rezultati, e ke më të qartë panoramën e ambicjes tënde të objektivit radhës, apo akoma nuk ke një projeksion qartë? Pyetja është shumë e bukur. Unë vazhdoj qëndroj fort ke pjesa që pa një analizë brendshme të qartë nuk merren vendime, por ç'është më e rëndësishme, kjo nuk është thelbësorja kjo. Ç'është më e rëndësishme dhe është thelbësore, është çfarë nevojitet dhe çfarë kërkojnë njerëzit. Pra, ata çfarë mendimi kanë. Se në fund fare unë ju them 100 herë do nuk lodhem fare. Unë besoj që demokracia nga poshtë lart. Pra, përfaqësimi është për njerëzit dhe ku ata mendojnë se duhet garuar, unë mendoj se atje duhet shkojnë kuajt e betejës. Po ka nga ata njerëz, për shembull, unë kam dëgjuar vetë, që të shohin se jo në krye të PD-s. Ka të tjerë që të shohin si një kandidaturë e radhës për kryebashkiak të Tiranës, për shembull. Po, pyetja. Cila nga këto mund të ishte më afër
objektivit, dëshirës, ambicjes tënde. Po, varet nga dy elemente. Varet përsëri vetë nga njerëzit, që do të thotë kush është prevalenca, pra sa është numri i njerëzve që kërkon, cila është përqindja, nuk janë kaq matematik gjërat, se po i bëjmë shumë matematik. Vje keq, po unë jam shumë analitik. Kjo është natyra ime. Po dakor, jemi shumë konkret. Atëherë do i bëj analizat vetëm ke kokaina, mos t'ju them, i bi që unë s'po ju them të vërtetën. Jo, po mira, po e bëj pyetje ndryshe, cila nga këto të dyja për shembull është më e mundshme në të ardhmen e afërt, është më realizueshme. Po se mund zgjedhjet për 2 vjet janë zgjedhjet. Zgjedhjet bashkiake të 2007-s. Parakoshme pastaj është gjë tjetër, po. Zgjedhjet bashkiake 2007-s për referendum. Po. Ndërsa analiza e PD-s. Po, shumë mirë. Duhet bërë tani afër. Që të kemi të qartë. Mund të ketë ndryshim kryetari, kështu që të afërt ta quhen këto. Jo. Që të dyja relativisht. Për mua nuk është afër 2 vjet. Po kjo tjetra është më e afërt për shembull. Është e rëndësishme që ne të bim dakord këtë term 2 vjet, atëherë po jo përgjigjem për 2 vjet, se pastaj afërt apo e largët dikush mund ta mendojë që është e largët, dikush e mesme, dikush e afërt. Ne kemi procese brenda partisë tonë se si arrihet deri te kandidatura. Që janë 2 procese, zakonisht janë primare plus vendim kryesie. I keni vënë re se si këto dyja kërshëtohen. Dhe primaret pak a shumë kryen pak muaj përpara zgjedhjeve. Dakor, po primaret sikur nuk respektohen e pamna. Po ja që ndodhi që tek ne për shembull në Tiranë nuk e di gjithë qarqet, tek ne në Tiranë de facto respektu. Pra po të shihni ju 12 votumit ishim unë dhe zonja Tabaku në primare. Po, dhe ju mundeshët kokë në kokë listën e hapur në zonën e rrezikut. Nëse ti e quan respekt primareve, tërhiqem unë pastaj. Dhe po në 2. Kuptoj unë pastaj. Jo, nuk e kuptoni. Okay. Se s'keni dëgjuar akoma se çfarë po them. Në rregull. Po në 2 ishim më të votuarit kur erdhën zgjedhjet e 11 majit apo jo. Pra që mund të shihni që rezultati Po u lat në zonën e rrezikut. Rezultati dhe vetëm nga njëri prej jush, 2 më të votuarit nuk janë sot në parlament. Po ngatronin konceptet. Po jo, pra se 2 më të votuarit e primareve nuk janë në parlament. Po ngatrojmë konceptet edhe një herë. Se u lanë në zonën e rrezikut që të 2. Unë mendoj që dhe ata më pak të votuarit e primareve u futën në zonën e sigurt. Po mendoj që keni gabu. Është fakt kjo që po them unë apo? Mendoj që keni gabu të ftuarin. Jo. Sepse po mboni pyetje që i takoj një antar i kryesie, nuk janë. Jo, po a ishe pjesë e procesit primareve ti? Po, atëherë më lejoni të përgjigjem. A dolën më të votuarit? Atëherë më lejo të përgjigjem. Okej, në rregull. Si më votuarit në primare, po ashtu që më të votuarit në zgjedhjet e 11 majit, apo jo. Që do të thotë, kjo demokracia brendshme që kemi neve, që është vetëm brenda antarësisë son, pasqyron shumë mirë edhe demokracinë e jashtme. Pra di kemi neve ta bëjmë këtë proces. Nga tjetri krah, ajo pyetje që juve po bëni, është pse të parët, le të themi që dolën nëpër primare, nuk qekë lista e mbyllur apo kjo ishte biseda. Po, ky ishte tagër që mori kryesia e partisë. Që njëkohësisht mendoj që duhet të jetë pjesë e analizës, por është tagër i tyre. E bën zgjedhje mirë apo e bën zgjedhje keq ata, takon privilegj apo përgjegjësi po atyre që e morën. Por nuk është pjesë që në primare po dalësh i parë në listë mbyllur, nuk ka qenë kurrë në udhëzim. Unë jam këshill kombëtar dhe kjo nuk është pjesë e udhëzimit. Pra në udhëzim ishte që të parët kanë një prag për të kaluar, etj për të kualifikuar dhe pastaj vendimari takonte kryesisë. I tillë ishte i vendimi. Dhe tillë ishin primaret. Pra nëse njerëzit nuk e kanë kuptuar këtë, ndoshta nuk është informuar siç duhet nga ana e kryesisë se si ka qenë udhëzimi, nuk e di për cilën arsye. Po shumë mirë, me qenë se kanë kuptuar, atëherë ta bëjnë me dije. Po jo, është krejt logjike. Jo, nuk është logjike. Ti nuk je sot në parlament, ndërkohë që ti ishe më i votuari i primareve dhe më i votuari i 11 majit. Ti nuk je në parlament. Sistemi elektoral edhe një herë. Është ajo që the ti në fillim të bisedës. Nëse do ishte lejuar, nëse do ishin lejuar listat e hapura komplet, se un kam qenë kundër listave të mbyllura që në korrikën e vitit të kaluar, nuk është se kam nis sot këtë bisedë. Pra, un flas momentin që është për të folur. Më mbas, trima bas lufte ka shumë. Njerëz që vinë dhe pretendojnë merita mbasi gjithçka ka ndodhur, ka shumë. Që në korrik, un kam qenë fort për konceptin e listave të hapura. Pra në zbatim të asaj që ishte vendimi i gjykatës kushtetuese. Pse? Kam një qendrim institucional. Ato rrëzun hersin dhe thanë hersin nuk bazohet në kushtetut, dhe automatikisht u hapën listat. Momentin që sistemi dhe kodi zgjedhor u bë lista hapur, lista mbyllur dhe madje nuk ishte as hers dhe aq më keq akoma, nuk ishte as mundësi të votoheshin njerëzit brenda listës mbyllur, pra ne nuk e dim se sa vota mund të marrë një person brenda listës mbyllur, se nuk e ke mundësinë ta votosh dhe ta numërosh. Un kam pas reagimin tim shumë të qartë, duke thënë që ky sistem elektoral është qartësisht një sistem që e dëmton opozitën.
Pse? Sepse e largon nga demokracia drejt për drejt. Dhe kjo është favor të opozitës, po të japësh demokraci drejt për drejt, sepse ne u besojmë njerëzve. Neve duam të votojmë njerëz, ne nuk votojmë thjesht një sigël apo një program. Ne duam dhe njerëzit, cilët do ta jetësojnë atë program aty, dhe sidomos për forcat e djatha kjo është ka rëndësi primare. Dhe ja ku dolën, dhe ka efektin e vet dhe nxjerrjet e mëdha ky element. Duhet analizuar, po patjetër duhet analizuar. Ishte i sistemi elektoral i drejtë? Jo, nuk ishte i drejtë. A mori vendimet e duhura kryesia? Do ta analizojmë. A mori vendimet e duhura kryesia? Un kam nga terreni dhe un do ta çoj. Kur neve të bëjmë këtë analizë, do të çoj realitetin tim, për ata sajt që kam parë unë terren. Nuk u duk sistemi drejt dhe nuk u duk sistem që avantazhonte Partinë Demokratike. Paktën në realitetin që ndeshja unë terren. Terren e tjera nuk e kam iden, se u s'kam bërë fushat në Korçë, në Shkodër, në Elbasan e tjerë, kam bërë fushat në Tiranë. Dhe në Tiranë nuk ka qenë diçka që e favorizonte. Okej, do të thonë është e kohë që unë të pyes nëse ka një emergjencë aktualisht në Partinë Demokratike, ndodhet në ditë shumë të këqija, ka marrë një rezultat tërmues. Ne u bëm disa vite, tek demokratët disa vite në emergjencë. 12 vite në opozit. Po, dhe 4 tjera tani 16. Pra, a është në rrezik Partia Demokratike për t'u shpërbër, për t'u coptuar më shumë, për të mos siguruar më kurrë rotacionin, a mund të zihet vendi i saj nga forcat e reja që tashmë do të jenë dhe në parlament edhe pse numër janë shumë të vogla, po e rëndësishme është fryma, sepse ajo garanton rritjen. Ishin disa pyetje. Ishin disa konstatime, pyetje. Unë mendoj që rreth parë duhet shohim interesin publik. Interesi publik është që të ketë një sistem demokratik dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme. Pastaj i fiton apo si fiton Partia Demokratike dhe i fiton apo si fiton dikush një parti tjetër, kjo është sekondare. Nëse sistemin e ke demokratik, nëse ti ke zgjedhje të lira dhe të ndershme, fitoft më i mirë.